Novosela është një prej njësive administrative të qytetit të Vlorës, e cila ndër vite është përballur me largimin e popullsisë. Pasojat e emigrimit kryesisht të rinjve ndjen që në qendër të kësaj njësie, në Novoselën, e cila mund të cilësohet e përgjysmuar për sa i përket numrit të banorëve. Ata të cilët takojmë sot aty tregojnë se shkaku i largimit janë mungesa e vendeve të punës dhe mundësive për të krijuar një ekonomi të fortë familjare. Banorët sipas tyre janë larguar në emigrim për një jetë më të mirë, teksa të rinjt nuk mendojnë të kthehen më në atë dhe. Për ata të moshuar që fëmijët u janë larguar, nuk ka askurse kush të kujdeset, kur thonë se me mall presin që ata të vinë me pushime, por për të jetuar në atë dhe nuk ja kërkojnë dot për shkak të kushteve që gjendet vendi ynë. Të rinjë jo janë larguar të skam. Tash si mbas interesit të kushteve të qysh tek çfarë bëj. Nuk sot për sot jo. Sot për sot ja nuk ka. Kam 5 fëmijë të 5 jashtë kam. Unë me gruan vetëm ja kaq. Sot për sot jemi vetë, ne lvizim. Nesër se dim ne. Ma merr mendja sot për sot jo njerë. Ma merr mendja. No, nuk s'bëm aki, jo. Qa të bëjt bëjt tuaj, punë nuk ka. Rrogat janë të vogla, ku ta di unë me gruan merr 100.000 lekë. Ajo i do 200.000 lekë ilaçe. Në muaj, 100.000 lekë merr. Qa të bëj? Shikyrë që kemi fëmijët jashtë, na ndihmojnë që ka ta. Ndërkohë disa prej banorëve mendojnë se një pjesë të rinjve që ndodhen ende në Novoselë zgjedhin mos të punojnë. Sipas tyre, ka vend pune të mjaftueshme në bujqësi dhe blegtori, por ata nuk preferojnë të merren duke tentuar lekun e thjesht apo punën në emigrim duke menduar se është më e lehtë. Ta të rinj që janë ashtu u lutën për punë. Ja ti janë plot. Ata nuk vjen kështu ti thua. Shumë mirë kam për. Se ja larguar se s'ka as fabrika, as gjitha fabrikat do prishin. Ku do vej? Marron për inxhinieraj. Do vej punoj bushi, atje te mua. Ha? Shtu thua ti? Të rinj ikin, vazhdojnë ikin, gjejnë jeta kush me e mirë, po thë se po. Me thënë të drejtën. Janë shumë fabrika këtu, ka vende pune, ka plot. Por ata kanë zgjedhur, po ku diun se zgjedhin, kanë ato duke u rritur, duke marrë shkollat ata, ose një shok andeja, një mik andeja, jo, dhe unë andej kam jashtë të dy. Djali po, ka ndërmend, ka 10 vjet në Angli, po ka ndërmend se ka hapur një biznes në tjetër në Vlorë dhe do kthehet. Me gjithë fëmijët dhe me gjithë moshën. Unë punoj, me thënë të drejtën, edhe sot punoj, edhe më dalin ato të ardhur që ka me gjithë gruan time të dy. Po patjetër fëmijët dhe na shikojnë, se ata nuk na lënë pa parë se të dy me shkollë i kisha, të dy me shkollë të lartë, i ikën të dy, mbaruan shkollat, i ikën, u njojtën me shoqe që morën, ikën u martuan edhe janë punë tyre. Sipas edhe të dhënave nga censusi i vitit të kaluar i regjistrimit të popullsisë në njësinë administrative Novoselë, në 15 vite janë larguar rreth 50% e popullsisë që ishte më parë në zonë.